Federata Turke e Futbollit I ka çuditur të gjithë me vendimin që ka marrë sot për Kristian Aslanin sa I përket kartonit të kuq që ai mori në ndeshjen e debutimit me Beshiktashin. Të gjithë mendonin se Aslani e kishte shlyer pezullimin në ndeshjen e mesjavës në kupë sipas rregullores dhe se dërgimi I tij në Komisionin e Disiplinës ishte thjesht formalitet I rastit. Ndaj ai pritej të luante në fundjavë ndaj Alanya Sporit në kampionat, por Komisioni I Disiplinës ka vendosur që të jap një masë më të ashpër për futbollistin shqiptar. Futbollisti I Beshiktashit Kristian Aslani dënohet me pezullim prej 2 ndeshjesh në kompeticione zyrtare në përputhje me nenin 43 të rregulloreve të disiplinës për një faull të rëndë ndaj një lojtari të ekipit kundërshtar në ndeshjen Beşiktaş-Konyaspor të luajtur më 31 janar, shkruhej në vendimin e marrë sot nga Komisioni I Disiplinës në Federatën Turke. Një lajm që I ka çuditur të gjithë pasi tashmë Aslani rezulton I pezulluar dhe për ndeshjen e kësaj fundjave dhe shtyn kthimin e tij në fushë për javën tjetër, duke prishur padyshim planet për mesfushorin e kombëtares. Kristian Aslani ka bërë një debutim të pazakontë me fanellën e skuadrës së Beshiktashit. Mesfushori shqiptar hyri në fushë dha asist dhe pastaj u ndëshkua me të kuq gjithçka brenda 5 minutash në ndeshjen kundër Konyasporit. Megjithatë, rregulloret e futbollit turk I mundësojnë Aslanit që të luajë që në takimin e radhës në kampionat të klubit të tij. Sipas rregulloreve të aktiviteteve në Turqi, Aslani është ndëshkuar me karton të kuq direkt dhe do të shlyejë dënimin e tij në ndeshjen e radhës. Nëse do të ishin 2 të verdhë, kuqi do të shlyhej në takimin e radhës në të njëjtin kompeticion, por kur është I kuq direkt, ai mund të shlyhet në takimin e radhës në çdo kompeticion kombëtar. Për fatin e mirë të Aslanit, ndeshja e radhës e Beshiktashit është në mesjavë në Kupën e Turqisë ndaj Kocaelisporit. Kështu ai mund të shlyejë dënimin e tij në këtë sfidë dhe në fundjavën e ardhshme në ndeshjen ndaj Alanya Sporit të kthehet përsëri në fushë në sfidën e Superligës. Kristian Aslani ka bërë një debutim të pazakontë me fanellën e Beshiktashit dje, teksa I aktivizuar si zëvendësues qëndroi vetëm pak minuta në fushë, fillimisht duke dhënë asist për golin e fitores 2-1 dhe më pas duke u ndëshkuar me karton të kuq. Por vendimi I gjyqtarit është kontestuar nga trajneri I Beshiktashit Sergen Yalçin, I pyetur pas ndeshjes për situatën në fjalë. Ai ka akuzuar gjyqtarët se veprojnë ndryshe me Beshiktashin dhe ndryshe me ekipet e tjera. Kur na ndodh ne është një karton I kuq, kur I ndodh kundërshtarëve është I verdhë. Të dy qendërmbrojtësit e kundërshtarëve duhet të kishin dalë me 2 karton të verdhë që në fundin e pjesës së parë. Është shumë e çuditshme që nuk u dhanë. Ata e mbyllën ndeshjen me nga 1 të verdhë secili. Ne po luajmë vazhdimisht me 10 lojtarë, ndërsa kundërshtarët marrin paralajmërime apo të verdhë. Gjyqtarët duhet të jenë më të kujdesshëm. Nëse u jep atyre, na jepni dhe ne gjithashtu. Nuk duam asgjë ekstra. Ne luajmë lojën në çdo mënyrë. Kjo situatë prish ekuilibrin ton. Ne po luajmë derbin me 10 lojtarë, po shfaqen karton të kuq të panevojshëm. Kjo situatë nuk është as pak e mirë, tha ai pasi u pyet për kartonin e kuq të Kristian Aslanit. Kristian Aslani është pritur ngrohtë te Beshiktashi. Këtë e tregoi dhe episodi I djeshëm pas kartonit të kuq në debutim me vetëm 5 minuta në fushën e lojës. Tifozët e duar trokitën gjatë daljes nga fusha e blertë, ndërsa vetë Aslani kërkoi ndjes. Ky reagim unik erdhi disa minuta para fundit me rezultatin që shënonte 2-1 në favor të Beshiktashit. Aslani u huazua nga Interi për të nisur një eksperiencë të re jashtë Italisë. Për mesfushorin shqiptar ishte kartoni I parë I kuq në karrierën e tij, pasi si profesionist nuk e kishte provuar asnjëherë si ndjesi me Empolin, Interin apo Torinon. Në minutën e 82 duhet të largohej nga fusha, megjithatë shija e fitores nuk u largua nga Beshiktashi. 3 pikët ndaj Konyasporit që për më tepër erdhën me përmbysje rezultati bëjnë që kartoni I kuq të kalojë në plan të dytë të klubit turk. Debutimi I mesfushorit të kombëtares Kristian Aslani nuk ka shkuar as pak mirë te Beshiktashi në Superligën turke, edhe pse ka pak orë që është bashkuar me Bardezin të Stambollit. Trajneri Yalçin I besoi disa minuta në ndeshjen kundër Konyasporit të përfunduar 2-1 për Beshiktashin për javën e 20.
Aslani u fut në fushë në minutën e 76, ndërsa pas 6 minutash u ndëshkua me karton të kuq pas ndërhyrjes së ashpër ndaj lojtarit rival. Paraqitje për t'u harruar aq sa mediumi i flesh skorit nuk i vendosi fare not mes fushorit shqiptar.